Kryeministri Edi Rama ka folur në mbledhjen e grupit të Partisë Socialiste për Belinda Pallukun, ku ka ripërsëritur se zvendës kryeministrja e ka dhënë 3 herë dorëheqjen, por se është refuzuar prej tij. Ai ka theksuar se ndaj saj nuk është ngritur akuzë për korrupsion, por për shkelje të barazisë në tendera, ndërsa shtoi se për të dhënë një mendim në lidhje me imunitetin e saj, do të duhet që fillimisht të përballet me 2 raportet e dala nga Këshilli i Mandateve. E kam thënë edhe pa praninë e publikut përmes medjave. Belinda Pallukun mua më ka dorëzuar dorëheqjen 3 herë. Qysh në mbrëmjen e ditës kur ju ngrit akuza në fillim, jo për korrupsion. Se është shumë interesant që ndërkohë që të gjitha tenxherët bëjnë llogarit duke marrë shumat e shpenzuara për të ndërtuar të gjitha ato vepra, akuza nuk është për korrupsion. Ka akuzë për korrupsion. Por për paparazin tendera. Pastaj ma ka sjell përsëri me shkrim dorëheqjen kur u bë pezullimi dhe pastaj edhe një herë të tretë kur u ripezullua nga mosvendimi i gjykatës kushtetuese. Siç u kam thënë, e kam hedhur unë poshtë kategorikisht idenë e dorëheqjes. Dhe pse vlen kjo të përsëritet? Dhe pse dua që ta ndaj dhe publikisht? Sepse unë kam bindjen që në këtë fazë revolucionare të jetës institucionale të vendit, kur ndryshe nga vendet me drejtësi dhe me institucionet të konsoliduara, në Shqipëri drejtësia sapo ka nisur ta shijojë pavarësinë, ne nuk mund të hyjmë në vallën e dorëheqjeve automatike sa herë ngrihet një akuzë. Po duhet bëjmë secili punën e vet, ne tonë drejtësia të vetëm. E di unë shumë mirë edhe teorinë edhe praktikën europiane të dorëheqjes morale, e cila megjithatë nuk praktikohet kudo dhe kur do erë një lloj as në Europë, por sot në Shqipëri, kur sidomos përmes SPAK-ut drejtësia ka filluar të bëjë një shërbim të pamohshëm për vendin, por po bën dhe një dëm serioz kolateral mbi administratën, duke e përmbysur faktikisht, rregullisht, parimin e shenjtë demokratik të prezumimit të pavarësisë, mekanizmi i qeverisjes së vendit nuk mund të kurdiset dhe të shkurdiset sa herë prokuroria ngre një akuzë. S'bëhet dot. Është shumë kollaj të thuash në Gjermani një ministër i akuzuar jep automatikisht dorëheqjen, po për shembull kjo nuk ndodh në Itali. Madje edhe në Francë nuk ndodh gjithmonë. Madje në Francë, ministri i drejtësisë qëndroi në zyrë kur ju ngrit një akuzë shumë e rëndë dhe mori dhe pafajësinë në zyrë. Por kush i bën këto krahasime nuk duhet harroj se përtej këtyre që them unë, Gjermania është një shtet model i së drejtës. Prezumimin e pafajësisë Gjermania e ka në një pjedestal ari. Nuk imagjinohen dot në Gjermani tezgat, lavazhet dhe tenxheret e pazarit politik dhe mediatik, të mbushura me materiale të nxjerra vjedhurazi, me bekimin e prokurorëve nga dosjet dimore. Dhe ku, si zotrus të kësaj shumice të cilësuar, në lidhje me sistemin e drejtësisë duhet të udhëhiqemi nga kjo e vërtetë e madhe. Dhe duhet i shërbejmë vetëm kësaj vërtete të madhe. Drejtësia e pavarur është investimi më i madh strategjik i Partisë Socialiste për të gjithë brezat që vinë. Asnjë hap mbrapa, pavarësia e gjyqësorit nuk preket, vetëm forcohet. SPAK-u nuk preket, vetëm mbështetet. Hapa përpara po,
pa asnjë diskutim. Politika penale, procedurat penale, garancitë juridike për nënpunësit civil, dënimet alternative, rivizimi i kufive mes çështjeve penale dhe atyre administrative, se janë bërë si ato vija dhe bardha që kanë vetëm namin, po jo nishanin, dhe natyrisht, në radhën më të parë, ngritja e pjedestalit të shëmbur të prezumimit pafajësisë, jo vetëm si i parim universal i lirisë dhe drejtat njeriut në një rend demokratik, po edhe si një domosdoshmëri shoqërore për një vend si yni, i cili ka dalë nga një traumë dehumanizimi, si ajo diktaturës prokurorëve dhe gjykatësve të kohës komunizmit, pasojat e cilës luajnë ende sot rolin e tyre edhe në jetën e sotme institucionale të vendit, janë çështjet tona. Në radhë të parë, janë përgjegjësia jonë. Ata 58% shqiptarë dhe shqiptare që rrinë në përburgje pa gjyq, janë çështja jonë dhe janë përgjegjësia jonë. Ai numër rrënqethës që vendos Shqipërinë të parafundit gjysmë hapi para Rusisë për raportin mes dënimeve dhe pafajësimeve, është çështja jonë, është përgjegjësia jonë. Dhe këto nuk na i merr dot askush, këto nuk ja delegojmë dot askujt, dhe për këto duhet t'i përgjigjemi ne në radhë parë gjithkujt. Është një tematik e vetë vendosur në rendin tonë të ditës. Prandaj jemi angazhuar si fillim me ministritë e drejtësisë Italisë dhe të Francës, na kanë vënë dispozicion një rrjet ekspertësh më të mirët që ata kanë në fushën e politikës penale dhe të procedurave penale, me Këshillin e Europës, që po ashtu na ka vënë dispozicion ekspertët e vet, për të hartuar një dokument ndryshimesh lidhur me procedurat penale, të cilin natyrisht do ta konsultojmë edhe me Komisionin Evropian.